Pas shumë vitesh rritet mbështetja e qytetarëve për integrim në Bashkimin Evropian. Të dhënat që u paraqitën në Kuvend sipas një analize të mendimit publik, përkrahja shënon mbi 70%. Për herë të parë në këtë vit, pas shumë herësh, përkrahja për BE-n shënon rritje të konsiderueshme, te kalon 70%. Qytetarët mbështesin integrimin në BE, nëse nesër do të mbajë referendum. E dyta, kemi rritje prej 15% tek maqedonasit që mbështesin integrimin, ku situata nuk ishte e njëjtë për shkak të frustrimeve që i kaluam në procesin eurointegrues, deklaroi kryetari i Institutit për Demokraci, Marko Troshanovski. Për euroambasadorin Mihalis Rokas, rritja e mbështetjes së qytetarëve është lajm i mirë, por megjithatë përmet kushtet politike, ndryshimet kushtetuese dhe reformat. Dera e BE-s është e hapur dhe mendoj se në këtë moment është e patjetërsueshme që vendi të bashkohet. Pushteti, opozita, qytetarët, të rinjt të jenë pragmatik, të shpejtojnë reformat, u shpreh euroambasadori Mihalis Rokas. Lideri i opozitës Venko Filipçe sërish akuzon qeverinë për izolim, teksa Miloshovski nga pushteti fajin për ngecje e vë tek kërkesat e lëvizshme të Unionit. Një çështje që shqetëson më së shumti është antiretorika evropiane e kësaj qeverie dhe vënia e fajit për gjithçka në Evropë, derisa punët shtëpiake nuk i bëjnë. Shihet se qeveria nuk bën asgjë. Ndërkaq, duke mos bërë asgjë, ne do të jemi qytetarë të izoluar. Me këtë qeveri, me këtë izolim që qëllimisht po bëhet, po shkaktohet vuajtje në shtet, deklaroi Filipçe.